Ndërtimi i kullës në qendër të Shkodrës ishte një nga pikat që hapi debate në Këshillin Bashkiak gjatë mbledhjes së këtij fundmuaji. Këshilltari Imel Sokoli kërkoi që administrata vendore të pezulloj punimet duke rrëzuar lejen e dhënë nga KKT për kullën 35 katëshe. Ju në fakt si administratë e qeverisjes vendore keni një moment të artë, në fakt, që për të vërtetu që në ato karrige që jeni ullë për të mirën e qytetit dhe jo për të ndajt thjesht në karrige. Dhe Shkodra do t'ja dinte shumë për nerë në qoftë se ju do të jepnit blokimin e punimeve të asaj kulle atje, sepse ajo është cënim i gjithë interesit publik të qytetit Shkodrës, është cënim i planit përgjithshëm vendor që ju vetë keni për detyrë ta zbatoni dhe ta implementoni. Rastet të tilla që mund të refuzohet një leje e Këshillit Kombëtar të Territorit ka, dhe ne kemi precedentin e vitit 2015 në Bashkinë Shkodër, ku është refuzuar një leje ndërtimit e Këshillit Kombëtar të Territorit nga Bashkia Shkodër. Pika tjetër që kthehet në pyetje, si ka mundësi që ju nuk e implementoni planin e përgjithshëm vendor me ato rregulla që ka sot plani. Pra, ky vendim është komplet në kundërshtim me planin tuaj përgjithshëm vendor që ju keni sot. Si ka mundësi që ju e lejoni një gjë të tillë? Ka një leje të KKT-us, i cili ia dhon një pronë private për të filluar pronën private. Dhe ajo leje që ju presupozoni që mos t'jepet nga Bashkia Shkodër, nuk parashikon që ne t'i him vendim marrës KKT-us, edhe t'i jetin shumë mirë atë punë, nëse ke për propagandë për të thënë që blokoni ky dhe zblokoni atë, është propagandë dhe nuk çnon e vërteta. Thjesht s'mund ta zbardhni lejen. Zoti Sokoli, po ti je gjatë përgjigjen. Zbardhë nuk e zbardh Bashkia lejen? Jo, nuk e zbardh Bashkia lejen, jep lejen e punimeve. Mos i për me dizinformu kështu, po mos dizinformo që në aty që të takon, dhe procedura është miratu nga KKT-uja, ka një leje, do të jepet leje për fillimin e punimeve, ashtu sikur e parashikon ligji dhe nuk do të cënohet as si parametër ligjor për sa i përket vendimmarrjes KKT-us dhe Bashkisë Shkodër. Gjatë mbledhjes këshilltarët në diskutimet e lira ngritën shqetësimin edhe për administrimin që i bëhet zonës Muzalet Gjuadolit dhe investimin e semaforëve që sot është pasuar me bllokim të rrugëve, duke shkuar një pjesë e investimit dëm. Para pak kohëve me pompozitet madh u vune semaforët. Sot po diskutojmë ka plan mobilitetit etj. Unë shoh sot në krah xhamisë te rruga, ai semafori apo pak qesharak. Rruga është mbyllur me betone. Që ishte ky investim i pa mendu mirë, apo cila është arsyeja që është mbyllur ajo rrugë? Aty është bllokuar me sistemin sepse drejtoria e qarkullimit rrugor, policisë shtetit ka kërkuar rrugën mos me bë me trafik ndarëse për me marrë kthesat mjetet, por me çumi detyruar me shku te rrotondja. Duke qenë se rruga te Dollari edhe rruga këtu ne dalshin kanë të njëjtën rrugë për me shku me marrë kthesën atje, për këtë efekt ta blloku kjo. Nuk është bërë asnjë lloj investimit sepse semaforët kanë dhurum edhe janë dhurum. Për pjesën e pedonales qytetit, po fillojmë që te pjesa e Gjuadolit, pjesën e pjacë, aty ka shumë problematika që lidhen me, unë po përshtroj këtë diskutim, fakt është shtruar disa herë në mbledhje Këshillit Bashkiak. Mjetet e pronarëve të shtëpiave aty kanë probleme shumë të mëdha në qasjen e tyre, në aksesin e tyre në raport me shtëpiat. Pra, është një situatë e cila faktikisht nëse do të flasim për një vend normal nuk mund të ndodhin, sepse askëkush nuk mund të cënojë aksesin në shtëpinë e vet. Me shumicë votash Këshilli miratoi edhe një fond shtesë për uniformat e policisë bashkiake. Për shkak të ndryshimit të tregut, për shkak të konsumit të paparashikuar të uniformave të punojësve aktual dhe për shkak të shtesës të punojësve të ri që kanë ardhur këtë muaj, është domosdoshme kjo shtesë, pra prej 25 milionësh, prej 2.5 milionësh edhe kjo shtesë për të arritur që t'i kompletojmë të gjithë punojësit e policisë me të njëjtën standard uniformesh. Gjatë kësaj mbledhje u kalua përdorimi i fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike, marrëveshja për krijimin e personit juridik si subjekti kompetencave të përbashkëta midis njësive të qeverisjes vendore dhe Këshillit Ministrave për rritjen e kapaciteteve të qeverisjes vendore përmes akademisë së trajnimit të njësive. Deklarimin e mbarimit para kohët mandatit këshilltarit bashkiak Erkan Hoxha, dhënien e ndihmës financiare për dëmet shkaktuara nga zjarri, ndryshimin e buxhetit të bashkisë, si dhe ndryshimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të
shpenzimeve kapitale tek shpenzimet korrente brenda të njëjtit program për këtë vit.